Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të thjeshta që përbërësit mund t'i keni të gjithë në shtëpi. Përgatitet shumë shpejt, është mjaft e shijshme dhe ka një aromë fantastike. Qëndroni me mua deri në fund të videos, ta përgatisim së bashku. Jam e bindur që do bëhet i preferuar juaj, është edhe bukë edhe gjellë. Fillojmë pa humbur kohë. Në një enë dështojmë 500 gram miell gruri, një lugë çaji sod ose pluhur fryrës, një lugë çaji krip, një lugë rigon dhe masën do ta përzihem shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme pasi përbërësit duhet të lidhen shumë mirë me njëri tjetrin, sidomos për pluhur fryrësin ose sodun, pasi nëse qëndron në një vend e pa përzier mirë me miellin, jep një shije të hidhur. Do vazhdoj me 50 ml vaj ulliri, një vezë, rreth 250 gram kos, por masën e kosit e mira është ta shtojmë pak nga pak, kështu si kam vepruar unë. Kështu do të arrini ta shihni edhe me sy masën nëse nevojitet më shumë apo më pak, pasi varet se sa përthithës është mielli. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Unë çdo ditë ndaj me ju një receta të thjeshta, të shpejta me pak përbërës. Pasi është krijuar kjo formë që shihni në video, dështojmë 150 gram djathë të bardhë kam zgjedhur unë, por mund të zgjidhni djathin tuaj të preferuar ose çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në shtëpi. Vazhdojmë ta përzijemi mirë derisa ta formohet një masë e njëtrajtshme dhe pasi të jetë gati e vendosim në tavën e pjekjes. Unë poshtë kam vendosur një letër pjekjeje. Nëse nuk ju gjendet, mund ta lyeni thjesht me gjalp ose me vaj ulliri. E vendosim të gjithë masën në tavë, e hapim mirë në të gjithë sipërfaqen. Është gjithmonë kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vendi i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. Pasi e kemi vendosur masën në tavë, krijojmë këto format me ndihmën e një piruni, ose mund ta vendosni ashtu si është në sipërfaqe. Unë kam shtuar vaj ulliri. Nëse dëshironi mund të shtoni edhe pak gjalp, i jep një shije dhe një aromë shumë të mirë, pra sipas dëshirës. Gjithashtu, sipas dëshirës mund të shtoni edhe pak fara susami në sipërfaqe, pasi bëhet shumë i mirë. Pra keni mundësi të vendosni edhe përbërës të tjerë sipas dëshirës dhe sipas preferencës tuaj. Do ta pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur derisa të jetë gati. Them derisa të jetë gati, pasi pjekja varet gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Ky është rezultati pas pjekjes, shihni pak se çfarë ngjyrë të mirë ka marrë, ka një aromë dhe një shije fantastike, është pambuk i butë në brendësi dhe krokant në sipërfaqe. Ju sugjeroj ta provoni pasi ka një shije dhe një aromë shumë të mirë. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe gjithashtu pres për shtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.